Raundi I parë I votimit në konklavën për zgjedhjen e pasardhësit të Papa Franceskut ka përfunduar pa një rezultat, duke u sinjalizuar nga tymi I zi që doli nga Oxhaku I Kapelës Sistine rreth orës 21, mbi 130 kardinal nga 70 vende, të mbyllur në kushte të rrepta izolimi, nuk arritën të sigurojnë shumicën e nevojshme prej 2/3, të paktën 89 vota për të zgjedhur Papën e ri. Procesi I cili filloi dje pasdite me një votim të vetëm, pasohet nga një atmosferë pritshmërie në sheshin e Shëmpjetrit, ku besimtarët dhe media presin zhvillime të ardhshme. Sipas rregullave të përcaktuara në Kushtetutën Apostolike, Universi Dominici Gregis, konklava do të vazhdojë me 2 votime paradite dhe 2 pasdite çdo ditë, derisa të arrihet një marrëveshje. Nëse pas 3 ditësh nuk ka rezultat, parashikohet një pauzë deri në 1 ditë për lutje, diskutime dhe këshillime shpirtërore, të udhëhequra nga kardinali protodiakon Dominik Mamberti. Kujtojmë se për të garantuar fshehtësinë, Vatikani ka aktivizuar sinjalet celulare dhe ka instaluar bllokues sinjalesh rreth Kapelës Sistine, ndërsa kardinalët janë të ndaluar të komunikojnë me botën e jashtme.